ku Allahu drejtohet robërave të vetë edhe u thot fefirru ila Allah. Ikni tek Allahu. Ikni ikja ose arratisja, Ermir besoj se pajtohesh shkaktohet në gjendje emergjente dhe alarmante. Do të thonë ka ndodhur një situatë e cila mund të na rrezikojë shumë edhe ne kemi nevojë për të shpëtuar, kemi nevojë të ndrojmë vend. Ose pse është urdhërore, ikni. Po pra, të ndrojmë pozicion. Dhe në këtë rast Allahu i Madhërisht na urdhëron pra që të ndrojmë pozicion, të ndrojmë qëndrime, nganjëherë të ndrojmë edhe mënyrën e të menduarit, mirë po në asnjë mënyrë të largohemi prej Allahut edhe të shmangemi atij, për arsye se sido që të jemi, sido që të jetë gjendja jonë, sado që fundja çdo njëri prej neve e njeh veten e vet edhe e di se cilat janë përparësitë edhe cilat janë tmetat edhe mangësitë, po mendoj i dim fare mirë edhe